Pasi të dëgjoni këtë nuk do ta hidhni më lëvoshkën e qepës. Të gjithë e hedhim lëvoshkën e qepës pasi na duket e padobishme, por nuk duhet ta hedhim më sepse ajo sjell përfitime për shëndetin. Përfitime që sjell lëvoshka e qepës: ul kolesterolin e keq dhe tensionin e gjakut, lufton alergjitë, zvogëlon inflamacionin, nxit rritjen dhe funksionimin e muskujve, trajton gjithashtu depresionin, trajton disa forma të sëmundjeve të këqija. Lëvoshka nuk është e ngrënshme, por përfitimet e saj munden që të merren nëse e zgjini në ujë dhe më pas e shtoni në gjell. Disa njerëz e rekomandojnë lëvoshkën e qepës për të shëruar kruarjet dhe probleme të tjera të lëkurës. Ekstrakti i qepës gjithashtu përdoret si një produkt bukurie. Lëngu i qepës gjithashtu mund të shërbejë për t'i bërë flokët më të butë dhe të lëmuar.